A e dini se në Shqipëri ndodhet një vendbani më i vjetër se piramidat e Egjiptit? Po, është e vërtet, dhe quhet Maliq, një zonë pranë Korçës. Aty, arkeologët kanë zbuluar gjurmë të një qytetërimi që daton mbi 7000 vite më parë, shumë përpara ndërtimit të piramidave të Gizës në Egjipt, që janë vetëm rreth 4500 vjeçare. Në këtë vend janë gjetur shtëpi me themele balte, enë qeramike të zbukuruara me simbole të çuditshme dhe vegla pune prej guri, që tregojnë se këtu jetonin njerëz të organizuar, me kulturë dhe dije. Më e habitshmja, në disa prej simboleve të gjetura, studiuesit kanë parë shenja që ngjajnë me alfabetin e mëvonshëm i lirë gjurmë të hershme të një kulture që mund të ketë ndikuar në gjithë rajonin e Ballkanit. Dhe Maliqi nuk është i vetmi. Në Burim, Nezir dhe në zonën e Cakranit janë gjetur artefakte që datojnë po aq herët, madje edhe më të lashta. Këto dëshmi tregojnë diçka të madhe. Shqipëria e sotme ka qenë një nga djepet më të hershme të qytetërimit në Evropë. Pra, ndërkohë që Egjipti ndërtonte piramidat, këtu në Trojet shqiptare, njerëzit kishin krijuar art, simbole dhe mënyra jetese që flasin për një kulturë të lashtë të sofistikuar. Maliqi dëshmia që rënjët e shqiptarit janë më të vjetra se çdo guri i piramidave.